nuk ka një historik siç kanë qytetet që sapo përmenda. Sado që të rritet vlera nuk mund të arrijë kurse vlerën e këtyre qyteteve, kështu që në këtë rast duhet bërë kujdes, edhe spekulimi ka një limit. Në këtë situatë ku duket se është e përzier edhe pastrimi parave, edhe spekulimi, ka dhe një frikë të përhapur se kjo mund të jetë një flusk që në një moment mund të çahet. A ka organizma që do duhet ushtronin rol kontrollues mbi këtë situatë? Banka e Shqipërisë për shembull. Ka institucione Banka e Shqipërisë, po të kthehemi pak mbas në kohë pak muaj më kon periudhën qershor korriku të vendosi që të limitonte të rriqte vëmendjen bankave të nivelit të dytë dhe të mirte masa konkrete për të frenuar situatën e kreditimit në sektorin e ndërtimit, duke rritur apo duke shtrënguar kushtet për dhënien e një kredie, qoftë nivelin e kolateralit për shtëpinë e parë, qoftë në atë në shtëpinë e dytë, për blerjet e një prone të dytë, kështu me radhë. Që praktikisht Banka e Shqipërisë, institucioni përgjegjës që duhet të monitorojë bankat e nivelit të dytë që japi dhua për blerjen e pronave në sektorin imobiliar, deri diku i kanë dhënë shenjat e veta, në thonë se kanë treguar që duhet bërë kujdes dhe kanë marrë masa konkrete. Sigurisht banka nuk është institucion përgjegjës që të bindin qytetarët apo të informojë qytetarët, shikoj se ndonjëherë mund të dodhin edhe fluska. Koha ka treguar, nëse do kthehemi pak mbas në kohë, kriza financiare 2007-2009 ishte një krizë e shkaktuar kryesisht nga sektori imobiliar. Dhe sektori imobiliar ishte ndër sektorët më të prekur të ekonomisë në atë periudhë kohës së bashku me banka. Kështu që në një farë mënyre institucionet përgjegjës i kanë tërhequr vëmendjen qytetarëve. Edhe deri diku, edhe qeveria në vetvete po merr masa që të qartësoj këtë sektor kaq të rëndësishëm të ekonomisë. Duhet më vjen në mendje pjesa e rishikimit të çmimit të referencës, më vjen në mendje pjesa e vendosjes e rritjes së taksës së pronës, bërja e hipotekës, digitalizimi i hipotekës apo krimi kadastrës fiskale që në një farë mënyrë që uroj të jetë kështu, do japi një informacion që kush po i disponon këto prona në Shqipëri, se praktikisht vetëm vitin e kaluar u dhanë 1.9 milion metra katror leje, ndërkohë që popullsia e Tiranës u rrit me vetëm 2.000 sa persona, apo gati 3.000 persona. Kështu që në momentin 3.000 persona, edhe sikur secili nga ata të blejë një apartamente, ka nevojë për 3.000 apartamente. 1.9 milion metra katror nëntë kupton që praktikisht janë të mjaftueshme për të ndërtuar 19.000 apartamente mesatarisht, duke hequr edhe hapësira tregtare të tjera. Kështu që tregon në një farë mënyrë që oferta është shumë e lartë në raport me rritjen e Tiranës. Sigurisht janë një sër faktorësh të tjerë që ndikojnë te kërkesa që çdo qytetar i Shqipërisë që brenda vendit që jashtë vendit ka tendencë që të blejë një pronë. Por ajo që vjet re në realitetin shqiptar është sidomos edhe duke parë sekuestrimet që ka bërë SPAK-u në vitet e fundit, shikohet që persona të caktuar, sidomos ata që kanë, le të themi, kanë pasur dyshime për aktivitete kriminale apo që janë akuzuar tashmë apo janë dënuar për aktivitete kriminale, kanë me 10 pronë.